Miqtë e televizionit tonë jena sërish pranë në katror. Dhe tashmë është ora 6, ju e dini që në studion tonë gjithmonë ka një musafir. Sot e kemi nga Nisma. Mirë se erdhët, është zotri Bedris Tatovci, profesor universitar. Mirë se erdhët, profesor. Mirë se ju gjetëm, kënaqësia është e jona. Po ashtu jeni edhe antar i kryesisë dhe kandidat në listën për deputet në Nismën. Nisma është parti apo është fraksion i PDK-s? Nisma është një iniciativë qytetare, por për rritje së vërtetës tani nuk guxojmë ta quajmë ashtu, ajo është tani një lëvizje popullore, ka marrë një masovitet të jashtëzakonshëm. Asesi nuk është fraksion i PDK-s, por është një iniciativë qytetare që tani ka kaluar në një lëvizje popullore. Profesor, keni qenë antar i PDK-s jo apo jo, që jeni të bindur në këtë? T'ju argumentoj këtë të thanë nga ana juaj, profesori për herë të parë kyçet në parti politike në mënyrë aktive në Nismën për Kosovën. Desha dhënë të bëhem pjesë e këtij subjekti politik, edhe unë ta japi kontributin tim në mënyrë që bashkarisht me disa kolegët e mi me gjeneratën e re studenta ta ndryshojmë këtë gjendje e cila vërtet për momentin është e padurueshme. Sido që tjetë, po thoni që për herë të parë merrni pjesë në politikë, ju njihni edhe si një biznesmen i suksesshëm në Kosovë, po ashtu edhe profesor në universitetin ton Kosovë, këtu në Prishtinë. Mirë, po çka ka qenë që ju ka shtyr me vendos më marrë me politikë, duke marrë parasysh që ju keni punë të cilat i kryeni vazhdimisht? Të pakënaqur me gjendjen aktuale, qoftë në sektorin e drejtësisë, qoftë në sektorin e ekonomisë, në gjitha sektorët e pashtë arsyeshme që t'i bashkangjitem një subjekti i cili për herë të parë po paraqitet në skenë. Tan jetën time, jeta ime ka qenë sfiduese, andaj duhet të sfidohem edhe këtu ta japi kontributin tim, edhe profesional, edhe moral, edhe njerëzor. Ta ndryshojmë këtë gjendje se vërtet populli i Kosovës këtë gjendje nuk e meriton. Do të flasim mas pari për ligjin, do të flasim për shtetin e së drejtës. E dim që nuk funksionon në Kosovë, është një diçka që nuk lyp shumë vetdije, ose më thonë dijeni, po ankohen gjitha anët edhe popullata edhe të gjithë, por çka mendoni ju, pse nuk po funksionon, edhe si mund të jetë, çka mund të bëjmë që ta funksionalizojmë shtetin e së drejtës? Mendojnë qytetarët e Kosovës se Kosova do të zhvillohet ekonomikisht. Mendojnë qytetarët e Kosovës se do të bëhet liberalizimi i vizave. Pa funksionimin e shtetit e së drejtës, si shtylla parësore e çdo shteti, këto gjëra nuk do të arrihen. Neve nuk e kemi pritur një situatë 15 vite mas luftës, 6 vite mas pavarësisë, që shteti është shumë i mirë pritur i Kosovës të rangohet për nga niveli korrupsionit në nivelin më të lartë të shteteve në botë. Nuk kemi pritur një shkallë aq të lartë të krimit të organizuar. Nuk kemi pritur një shkallë aq të lartë të invazionit fiskal. Krejt këto janë si pasojë mos funksionimit të shtetit të së drejtës. Në një shtet me një demokraci parlamentare, hierarkia e institucioneve duhet të funksionojë. Por si duket të na, ndoshta një shteti posa lindur, këto gjëra nuk po funksionojnë si duhet, andaj edhe murrëm një hap të tillë që edhe na ta japim kontributin në këtë fushë. Sa mendoni që do të arrini me qenë se partia ose Nisma është një lëvizje e cila është sapo e formuar edhe normalisht që ka shumë punë derisa të bëhen ndek, derisa të shtrihet nëpër gjithë Kosovën, sa mendoni që do të arrini që ta funksionalizoni këtë? Ju them të drejtën, e Nisma u bashkuan për faktin sepse Nisma nuk identifikohet me një lider me dy, por Nisma identifikohet me program dhe me punë ekipore. Nisma ju ofron të gjithë njerëzve të ri të vullnetit të mirë, të cilët janë të pakënaqur me këtë gjendje, na mendojmë se shumica e tyre janë të pakënaqur, të bashkangjiten kësaj lëvizje tani më, dhe ata të dhënë gjithë kontributin e tyre që sa më shpejt të ndryshojë kjo gjendje. Edhe në ligj, pra në fushën e së drejtës, edhe në ekonomi, edhe në kulturë, edhe në arsim. Unë për veten time e shoh veten kontributin tim në zhvillimin ekonomik, sepse tërë jetën time sfida ime ka qenë ekonomia e sidomos sektori privat.
me patjetër që do ta prekim me pjesën e sektorit privat, me këtë rritje të rrogave, edhe me gjithë sistemin ekonomik që ka qenë në këtë qeveri të kaluar, kemi disa mendime, disa analiza të cilat thonë që faktikisht biznisi privat është dëmtuar shumë. A keni statistika, profesor, edhe a mund të na tregoni se në çfarë mënyre dëmtohet biznisi privat duke e favorizu më thënë punën administrata dhe punën në sektorin e shtetit, më thënë jenë në protektoratin e shtetit. Nisma për Kosovën bosht kurizor të zhvillimit ekonomik e shef sektorin privat. Bizniset e vogla, bizniset e mesme, pse jo dhe bizniset e mëdha. Por, nëse shqyqojmë gjendjen aktuale, kur rriten pagat në sektorin publik, në mënyrë të pakontrolluar, kur shohim gjendjen aktuale se së pari rregullohet në një mënyrë sektori publik e më pastaj gjëja se po bisedohet ose po bashkëpunohet edhe me sektorin privat, neve si eksperti fushës mendojmë se gjërat nuk janë duke shkuar ashtu si duhet. T'ju japi disa statistika në televizionin tuaj. Sot në Kosovë janë të regjistruara që nga pas lufta deri në ditët e sotme 136.000 biznise. Por nëse pyetni sa funksionojnë sot, profesor, na juve ju themi se funksionojnë vetëm 65.000 prej tyre. Pse shohim na sektorin privat si bosht kurizor? Sepse ai sektor është më i përgatitur, më elastik që t'i përshtatet situatave, ndërka sektoret e industrisë së rënd, sektoret 60%, po thoni që 60% e bizniseve veç është mshel. Po, 136.000 biznise që nga Kosova, që nga pas lufta në Kosovë janë të regjistruara, aktualisht janë 65.000 biznise që funksionojnë. Do të marrim një statistikë. Vetëm themelues të këtyre bizniseve, pra prej 65.000 tjerave, e kanë humbur 65.000 vetë punën. Të marrëm si shembull se vetëm nga një, por pak ka pas biznise që nuk i kanë pasur 2 e më shumë të punësuar. Andaj ne shohim se ky është një trend jashtëzakonisht që nuk jap shpresa në një zhvillim, por duhet domosdoshmërisht sa më shpejt që është e mundur, mendojmë se nesër është vonë që ta krijojmë një klimë të favorshme për bizniset tona vendore, por pse jo edhe për ato të jashtme. Si mund të arrijmë këtë klimë? Çka mundena me bërë? Çka është programi juaj pika e parë që do të bëhet në zhvillimin ekonomik? Partneri më i fuqishëm në zhvillimin ekonomik për nisma për Kosovën është sektori privat, ndërmarrjet e vogla dhe ndërmarrjet e mesme. Neve ata i konsiderojmë si partnerin më të besueshëm. Do të bëjmë të pamundurën që atyre të krijojmë kushte të favorshme. Do të mundohemi atyre që me politikat tona makroekonomike t'ju ulim këto kamata, këto normat e interesit që janë vërtet të padurueshme. Sillen këtu te ne në Kosovë momentalisht 12 presjen 9%. Atyre nuk mund t'ju thuhet kamatat e rregullta, anvije keq të përdorë dhe një shprehje pakës më të rëndë. Si do të ndodhë kjo? Sepse një pjesë e tyre bukur e madhe i kanë mbyllur bizniset e tyre mungesë të mjeteve financiare. Që të siguron ato mjete financiare me këtë normë kaq të lartë të kamatës është e papërballueshme. Andaj edhe thuhet se produktet e prodhuara në Kosovë janë jo konkurruese, dhe është shumë e vërtetë se janë jo konkurruese, sepse ta marrim një shembull. Një fermer i Joni që sot vepron në Kosovë e paguan litrën e naftës njësoj sikur ai që shkon me pi kafe për qef, sikur ai që shkon me punu tokën me traktor. Ka munguar pra politika stimulative, kanë munguar politika zhvillimore të këtyre sektorëve që na mendojmë gjithsesi do të jenë barsë të zhvillimit ekonomik. T'ju jap edhe disa statistika. Sot në Kosovë mbi 48% e popullatës jeton në një varfëri të skajshme. Jeton me nga një presje 48 euro në ditë, ndërkaq 18% e tyre jetojnë me 0,93 euro në ditë. T'ju jap edhe një statistikë tjetër, se në Kosovë çdo vit shtohen nga 30.000 të rinj të aftë për punë. A ne shohim se në Kosovë norma e papunësisë është 50%. Andaj edhe këto janë motivet që në fillim tani të përgjigjem pyetjes tate,
pse u inkuadrova në këtë moshë në një subjekt politik, të ri të posaformuar. Pse, prof? Nuk mundemi ta përballojmë dot këtë gjendje. Të paknaqur me këtë gjendje, imagjinoni sheshet tona. Ato më shumë i përngjajnë shesheve të papunësisë se sa sheshe të rëndënta shëtitore. Paramendoni sheshin Nëna Terezë në Prishtinë. As nuk dihet kur është mëngjes, as kur është mesditë, as kur është mbrëmje. Kjo ndodh për faktin se njerëzit i kanë humbur të gjitha shpresat, vendet punës nuk kanë dhe gjën një satisfakcion që të shëtiten tërë ditën e lume në ato shesh. A e meriton ky popull? Nuk e meriton dhe ne besojmë se do të japim kontributin ton mu në këtë fushë që ato sheshe të plotësohen kur janë ditë vikendi, ato sheshe do të plotësohen apo të shfrytëzohen kur përfundon orari punës e jo mu në pikun e ditës kur njerëzit gjenerata e re e cila duhet të jetë edhe barcë e zhvillimit të shtetit e tyre në pikë të ditës i mushin këto sheshe. Përveç kamatave, prof, si do të ndihmoni vetë punësimin për bjen, dhe më thanë, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, me çfarë tjera, përveç kamatave bankare, me çfarë tjera ndihmesa ose lehtësime mund të ndihmoni sferën e biznesit? Neve në programin tonë ekonomik e kemi parapar, unë e kam një përvojë jashtëzakonisht në këtë fushë, që bizniset e posa hapura, bizniset e posa lindura në 3 vitet e para të jenë të liruara nga të gjitha tatimet në fitim. Ato duhet përkrahur si një foshnjë që lind që duhet ta ushqejmë, andaj edhe këto bizniset e posa formuara duhet të përkrahen, duhet të lirohen nga të gjitha llojet e tatimeve në fitim. Më pastaj, aty ku është e mundur, atyre do t'ju bëjmë të mundur t'ju dhajmë hapësira që të zhvillojnë aktivitetet e tyre në përparësi të ndryshme të bizniseve. Më pastaj, ato do të shiqohen si miqt më të mirë të shtetit e Kosovës. Shembull, nëse lexoni programin tonë, ju do ta shihni se bizniset të cilat i kryejnë të gjitha detyrimet ndaj shtetit e Kosovës i kanë dyrt e gjallë për ta. Mund të hyjnë kur dojnë në institucionet e shtetit e Kosovës, sepse vërtet edhe një herë po përsërisim, na këto bizniset të vogla dhe të mesme i shohim si shtyllë të zhvillimit të shtetit tonë, të shumë pritur. Gjithsesi, nëse flasim për sferën e ekonomisë, i kemi disa resurse tjera përveç bizniseve private. Një resurs tjetër që do ta kisha përmend me do mos në sferën e ekonomisë është diaspora, një popull i cili vazhdon të vijë, mërgata e cila vazhdon të vijë të paguajë shumë nëpër kufi edhe të jetë gjithmonë e pakënaqur, edhe për bizneset e tyre nuk ka shumë hapësirë këtu në Kosovë. A keni menduar diçka në këtë drejtim? Unë them se fal remitancave, parat që këta bashkëdhetarë tonë të fituara jashtë shtetit e Kosovës edhe i shpenzojnë në shtetin e Kosovës, këto në mënyrë direkte në një farë mënyrë përmirësojnë edhe bilancin e pagesave të shtetit e Kosovës me shtetet e tjera. Ne mendojmë se këtyre bashkëdhetarëve tonë duhet ju bëjmë një tretman të veçantë, preferencial, që ata me programe të veta të jenë akterët shumë të fuqishëm dhe akterët të cilët do të jenë shumë të mirëpritur në shtetin e Kosovës që të zhvillojnë bizniset e tyre. Neve mendojmë që ta bashkarisht me kuadra edhe vendore dhe ndërkombëtare, ta themelojmë një institucion i cili do të mirret vetëm me hartimin e projekteve investive, që bashkëdhetarët tonë kur të vinë, të paktën të gjejnë veten me projekte investive të studiuara në mënyrë shumë precize, në mënyrë që mos na përcjell fati i deri tanishëm. Edhe unë si ti e kam fjalën, bizniset e vogla në Kosovë janë regjistruar, kanë filluar se funksionuari me këtë stil. Edhe unë si ti, unë e hapa një restoran, pe hapi edhe unë, sepse kjo ka qenë vetëm si pasojë e mungesës së ideve, mungesës së projekteve, përndryshe askush nuk është i interesuar që paran e fituar me mund, kursimet
e ndara me mund të investojnë në një projekt i cili në një periudhë jo të largët atyre ju ka kushtuar edhe me mbyllje. Andaj, bashkëdhëtarët tonë, me marrjen e qeverisjes nga ana nismes për Kosovën, ju premtojnë se do të jenë partnerët me preferenca shumë të dalluara, sidomos ata që kanë origjinën nga trevat shqiptare. Nuk themi se ne i mbyllim kufit për investitorët e huaj, por këta do të kenë një referencë jashtëzakonisht të fuqishme, sepse mos me qenë ata, ndoshta edhe neve sot këtu në këtë studio nuk do të ishim. Me siguri që shumë çka nuk do të kishte qenë siç është, të mos kishte qenë diaspora, është shumë e vërtet, po do të flasim edhe për resursin tjetër që është bujqësia. Me patjetër profesor, me qenë se jeni i sferës ekonomisë, të japim hapësinën e veçantë bujqësisë. Po. Sot ne e dim, qytetarët e Kosovës e dinë se Kosova në këtë hapësirë gjeografike që ka mbi 1.100.000 hektar tokë, prej tyre 53% e këtij 1.100.000 janë tokë e punueshme. Paramendoni në vend që shfrytëzimi i këtyre resurseve natyrore të rritej në Kosovën e pas luftës, neve na ka ndodhur një fenomen i kundërt. Zvoglohet punimi ose shfrytëzimi i këtyre ngastrave dhe ashtu të vogla që mesatarisht për familje sillen nga 1.5 hektar, zvoglohet pra interesimi i fermerëve të vegjël dhe të mesëm që t'i punojnë tokat e tyre. Andaj, t'ja jap një të dhënë me kënaqësi shumë të madhe. Sot në Kosovë, vetëm në emër të drithërave, grurit, misit, farave e të ndryshme, shpenzohen mbi 80 milion euro në emër të importit. Mund të themi me përgjegjësi shumë të madhe se tokat në Kosovë parafërsisht sot shfrytëzohen vetëm 50%. Dhe të themi edhe një statistikë. Për shembull, Kosova plotson nevojat me grur vetëm 57%. E nëse është 50% e tokës e pashfrytzuar, atëherë ku është menaxhmenti i shtetit tonë, kam fjalën konkretisht edhe në qeverinë qendrore dhe në qeveritë lokale, që nuk ka marrë masa stimulative që fermerët tonë, pronarët e këtyre tokave ta punojnë tokën si dikur që është punuar dhe ta zvoglojmë këtë import duke i shfrytzuar ato para që neve i shpenzojmë për importin e këtyre farave për zhvillimin e ndonjë sektori tjetër në Kosovë. Themi edhe kështu, si sektor tjetër ose si dimension tjetër i bujqësisë është edhe blegtoria. Si është e mundur që numri i gjedhëve dhe numri i deleve në vend që të rritet proporcionalisht me shtimin e popullatës, në Kosovë na ndodh një fenomen që ato të ulet. Më tepër ne kemi pasur gjedhe në Kosovën e para luftës se sa kemi tani. Më tepër kemi pasur deleve në Kosovën e para luftës se sa kemi tani. Andaj edhe na ndodh që ky import ka që madh i gjitha këtyre të mirave, pra të shportës e konsumatorit, edhe mishit, edhe qumshtit, edhe produkteve të tjera. Si mas që neve të stimulojmë këta bujq, fermerët, më mirë të themi, është që neve do t'ju subvencionojnë çmimin e naftës. Do t'ju subvencionojnë në atë mënyrë që sepse akcizën bujku i Kosovës i cili e punon tokën duhet domosdoshmërisht të lirohet. Do të subvencionojmë farën edhe plehin. Nuk e di për hir të së vërtetës, ju e keni ndëgjuar sigurisht si medium se në vitet e kaluara në vend të plerave artificiale mbi farat tona, pra mbi grurin ton, është qit rër i importuar nga shtetet fqinj. A ne kemi fabrikën jo larg Prishtinës, e cila dikur është marrë me prodhimin e këtyre plerave azotike. Pse mos ta funksionalizojmë neve atë fabrikë? Pse mos të prodhojmë neve vetë këto plera? Dhe pse nëse dikush për shembull nuk ka mundësi ta punoj tokën, pse mos të krijojmë ndërmarrje ose biznise aksionare. Fermeri i fuqishëm i cili e ka teknologjinë t'i punoj ato toka, por në asnjëherë nuk po mendojmë se duhet të ndryshohet pronësia, sepse pronësia ne si nismë për Kosovën e konsiderojmë se është e shenjtë. Por propozojmë se nëse dikush nuk mund ta punoj tokën, t'i jepet ato tokat e papunuara në shfrytëzim këtyre ndërmarrjeve që na pretendojmë
ti stimulojmë të themelojmë pra si ndërmarrje aksionare, vetëm e vetëm që asnjë plan e tokës së Kosovës mos të mbetet e papunuar. Ti kursejmë ato para dhe ti përdorim ato para për të ndërtuar tani krahas tyre industri përpunuese që do të jenë shumë të domosdoshme për produktet bujqësore që i ka Kosova. Ne ishim dëshmitar kur në vitet e kaluara fermerët tanë prodhuesit e patateve për shkak të një mosmarrëveshje me shtetet fqin, një pjesë bukur të madhe të këtyre produkteve të prodhuara në Kosovë i hudhën në lum. A është e drejtë, a meritojnë fermerët e Kosovës këtë? Jo. Aty ka munguar një politik nga ana e qeverisë qendrore që në një farë mënyre në momentin e caktuar bujqëve tonë t'ju sigurojnë blerjen e këtyre produkteve me një çmim që do të caktohet në nivelin qendror, ose të inicoj paraprakisht themelimin e bizniseve të cilat do të merreshin me përpunimin e këtyre produkteve, në rastin konkret patates, po pse jo edhe produkteve të tjera. Kemi disa lëvizje në disa subvencionime të vogla që i ka bërë Ministria e Bujqësisë, por ata nuk kanë qenë asnjëherë, nuk kanë prutë një shifër që ka qenë e kënaqshme deri me tani. Mu më duket që problemi kryesor është te ardhja e makinerive, zoti Statovci, makinerit kur vinë na nuk i prodhojmë ata, normalisht që ti blejmë diku, tatimi është shumë i madh për të gjitha atë makineri që vjen për punë faktikisht, ata vinë si pajisje pune këtu në Kosovë. Në programin ton të gjitha makinerit, pajisjet që destinimi i tyre fundit është prodhimi, ne i përjashtojmë nga çdo pagesë, qoftë doganës, qoftë TVSH-s, sepse duke ju mësuar fermerëve që të importojnë teknologji të reja, ata do të jenë me hap me konkurrencën që na vije nga shtetet e rajonit. Nëse na ata i detyrojnë të paguajnë tatimin, doganën, për shembull për traktor, për kombajn apo mjetet e tjera, atëherë që në fillimin akoma pa filluar biznisi i tij ai është i pabarabart me konkurrentët e tij në shtetet e regjionit. Kjo është ajo që deshta të them, sepse kanë bërë subvencionime në far ose në diçka tjetër, kurse problemi ka qenë këtë te makineria, te ajo të cili farmeri nuk ka mujt mi ble atë makineri, edhe gjithmonë kena pas njerëz të cilët janë tërhequr aty në projekte duke mos mujt mi plotsu kushtet. Në programin ton të gjithë fermerëve, të gjithë prodhuesve, industrive përpunuese, të cilët importojnë makineri, a destinimi i tyre është përdorimi i këtyre makinerive të importuara për të arritur prodhimin vendor, ne ju premtojmë se nuk kanë kurfar detyrimi, as për taks doganore, as për tatim për TVSH, e cila momentalisht paguhet që në momentin e lajmërimit të këtyre teknologjive në pikën kufitare. Ndërkaq për të tjerat, edhe ne në programin ton parashohim ulje të këtyre normave, për shembull, neve në programin ton të nismës parashohim që krejt bizniset ose individet që realizojnë të ardha deri në 1.800 euro në nivelin vjetor lirohen nga gjitha tatimet, ndërkaq të gjitha ato biznise ose individ të punësuar që realizojnë nga 1.800 e 4.800 do të paguajnë vetëm 5% tatim në të ardhra, ndërkaq kategoria tjetër nga 4.800 deri në 9.600 do të paguajë 16% dhe mbi 9.600 ato biznise ose individ që realizojnë të ardhra do të paguajnë 15%. Ne parashohim edhe ta ulim edhe pragun e TVSH-s, sepse qëllimi jonë është shtrirje horizontale, jo shtrirje vertikale nga 130.000 bizniset mbesim në 65.000, por të bëjmë një shtrirje horizontale. Shtrirja horizontale do të ndodh kur neve përdorim asi politika fiskale dhe politika monetare që bizniset akoma të paregjistruara, por funksionojnë duke ulur këtë prag të TVSH-s, pra nga 50.000 në 20.000, që edhe ato të stimulojmë dhe ta krijojmë një sistem i cili do të kontrollohet nga një administrat tatimore, pra nga një institucion, i cili do të ketë më tepër rolin e këshilluesit se sa të ndëshkuesit.
Ne nuk përkrajmë një institucion të tillë i cili ndëshkon, por gjithmonë do të përgatisim institucione të tilla ose shërbime të tilla, të cilët roli i tyre primar do të jetë këshillimi, sepse bizneset janë partner të shtetit e kurse si të konsiderohen si ndonjë armik i shtetit. Ose si një sponsor i fushatave. Gjithsesi, unë ju falenderoj. Po them me gjuhën e popullit sepse kështu ka ndodhur deri tash. Profesor, nëse jeni pajtimit me mua? Pajtohem gjithsesi. Po shkojmë, atëherë kemi edhe 5 minuta deri në fund të kësaj interviste, do t'i japim pak hapësirë nismës në përgjithësi edhe fushatës, më thuani ju si kandidat për deputet në listën e nismës, cilin numër e keni? Kam numrin 13, thash se jam kyç për herë të parë në politik, dua ta japi kontributin tim të kalojmë këtë gjendje që gjendni vetëm bashkarisht dhe vetëm në mënyrë vullnetare. Tani më vërtet nuk kemi strukturat e organizuara si partnerët tanë, por aty ku mbretëron vullneti, aty ku nga një iniciativë kalohet në një lëvizje, ne shpresojmë shumë se kësaj radhe qytetarët e Kosovës do të dinë edhe të shpërblejnë, por do të dinë edhe të gjykojnë. Edhe të ndërshkojnë. Gjithsesi po flasim për do të flas gjithsesi me patjetër me juve sepse rrallë më bjen me pas në studio njerëz nga nisma sepse akoma jeni të pa organizuar se sa duhet. Besoj që do të gjejmë mënyrë, por do ta flas këtë që zoti Fatmir Lima po e lyp votën me zemër. Pse me zemër? Ne nuk guxojmë të premtojmë. Synimi jonë është parësor i nismës për Kosovën që ta kthejmë besimin, ta kthejmë dashurinë e qytetarit për shtetin e Kosovës, e cila vërtet neve nga njerë na bie në një situatë të turprohemi. Si vetëm për 6 vite u zbe ajo dashuri e qytetarëve të Kosovës ndaj shtetit të shumë pritur të tyre. Synimi i nismës i gjithë ekipit të nismës është që ta kthejmë këtë dashuri, ta kthejmë këtë besim të qytetarit në shtetin e Kosovës. Kretë kjo do të ndodhë në mënyrë vullnetare. Pse? Ne nuk kemi për momentin as sponsor, për momentin nuk kemi as ndihma nga kyçyzoja siç kanë partit tani më që funksionojnë një kohë të gjatë. Por nëse i shihni tubimet tona, organizimet tona, edhe pse pak dorën e zemër, janë duke i përcjell mediat, vërtet ato janë shumë të vullnetshme dhe njerëzit gjithmonë e kanë drejtuar edhe mendjen edhe syt nga ky subjekt i ri, sepse për momentin ky subjekt është ai që premton ndryshime. T'ju tregojmë një rast votuesve tanë. Ne në programin ton e kemi që në vitin 2015 të ndërtohet termocentrali 250 MW. Dhe në vitin 2016 tjetri blok me 250 MW, do me thonë gjithsejt 1000 megawatt energji elektrike. Kush është tjetër pos Fatmir Limës, masi vetëm po përmenem si lider, i cili e ka guximin se kur të premton besimin, kur të premton, ato edhe realizon. Andaj edhe Fatmiri edhe ne krejt votuesit ton ju themi, ose na jepni votën me zemër, pra keni një besim të plot, sepse vërtet ma kes se ku jemi për një kohë të gjatë nuk mund të shkojmë, por nëse na jepni votën, nëse na jepni besimin, neve premtojmë se këtë gjendje do ta ndryshojmë për së miri. Por kurse si të premtojmë miliarda, miliona, sepse neve na duken ato se vërtet kanë kaluar një absurditet të llojit të vet. Zotri profesor, gjithsesi jemi fare në fund të intervistës tonë, por do të doja që të më thoni cilat janë pritjet e juaja, cili është numri i cilin të tentoni të arrini edhe koalicioni cili koalicion është i mundshëm, a ka vijat kuqe për nismën apo nuk ka? Neve gjithsesi pritshmëria jonë është shumë e madhe, sepse këtë pritshmëri, këto ambicie na e ka shtuar numri gjithnjë shumë i madh i aderuesve në nismë, sidomos i gjeneratës së re. Ne jemi një subjekt që ju ofrojmë mundësi, edhe aty në njerëzve që kur nuk kanë qenë në mënyrë aktive të angazhuar në politikë, por edhe atyre që janë të pakënaqur me subjektet e tjera. Me vetë faktin që ne punojmë si një ekip, dhe me vetë faktin që
lumi i aderuesve tonë vërtet është duke vërshuar për nisma, ambicjet tona tani më nuk janë për vend të tretë, katër, por gjithsesi në mesin e vendit e parë dhe të dytë. I lusim qytetarët, kërkojmë nga qytetarët që mos t'i shiqojnë emrat e partive, por t'i shiqojnë listat, njerëzit kush janë në ato parti, kush është kontributi i tyre, kush janë aftësitë e tyre profesionale, dhe t'i votojnë njerëzit sepse në fund të fundit njerëzit do të krijojnë edhe politika monetare, edhe politika shtetërore. Është fati mirë që tani nuk kemi ndonjë iluzion ose ndonjë averzion ndaj nacionaliteteve të tjera, jemi pothuajse gjithë një nacionaliteti, flas gjithmonë në kuptimin shumic, andaj ka ardhur koha që qytetarët tonë të shiqojnë njerëzit. Aftësitë e tyre s'është më rëndësi në cilën parti, cila parti në listat e tyre ofron kuadra më të specializuara, më shpërndëse qytetarët le të votojnë atë parti, por na mendojmë se në listën tonë për kandidat për deputet në Parlamentin e Kosovës vërtet janë një listë e kuadrave ani pse të panjohura deri tani, por që vërtet kanë aftësi, kanë treguar aftësi, kanë krijuar vlera gjatë së kaluarës. S'do të thotë që njeriu të krijojë vetëm vlera vetëm në politikë, por vlerat më të mëdha krijohen edhe në ekonomi. Për vetë them, me mija punëtor kanë qenë të punësuar në biznisin tonë i cili funksionon dikun më shumë se 30 vite. Andaj, për neve, për mua personalisht nuk është problem të krijoj të ardhura, sepse të në jetën time kam krijuar. Ndërkaq ka plot figura që nuk e kanë këtë përvojë nga ana e biznisit privat. Andaj nështë edhe krejt bisedën ju e pat se unë dola si një avokat i bizniseve të vogla dhe të mesve. Dhe ju premtoj se do të jem vërtet një avokat shumë i fuqishëm, sepse bukën që ata e realizojnë me njerëzën e tyre nuk është aq e lehtë siç mendojnë ata të sektorit publik. Pra, gjithsesi ne krijojmë një barazinë mes të sektorit privat dhe publik, por nëse është taksa paguesi sektori privat, atëherë ai është partneri jonë më i fuqishëm. Gjithsesi, ne do të hyjmë një reformë në sektorin publik. Bile në programin tonë, nëse e lexoni me vëmendje, na do të stimulojnë gjithë ata punëtorët administratës publike që kanë energjinë dhe guximin të kalojnë në sektorin privat, do të stimulojnë në mënyra të ndryshme të shohin edhe ata se nuk është punë e lehtë për sektorin privat se si krijohen këto të ardhura. Zotri Bedri, faleminderit shumë që ishit me neve sot këtu në studio. Ju urojmë suksese edhe në zgjedhje. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën e parë që më është bë pas futjes sime për herë të parë në garë në një subjekt politik. Me neve ishte Bedri Statovci nga Nisma. Unë ju falenderoj që ishit me neve deri këtu. Rrini me neve se do të kthejmë sërish.